Sot tani kemi në linjë dhe do të flasim pikërisht për këtë muaj. Pra mëngjesin do ta fillojmë me klinikën e onkologjisë, nëse drejtori po na dëgjon. Mirëmëngjese. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni sot me ne këtu. Është kënaqësi. Doktor, se kemi nisë muajin tetor. E dim tash një kohë është praktik që për gjatë një muaji, pra ta festojmë kështu me thonë, me i ndërgjegjësu njerëzit dhe me i vedisu që gratë sidomos të bëjnë kontrolla kundër kancerit të gjirit. Se ka gjetë ky një tetor klinikën e onkologjisë? Atëherë, ky tetor e gjen klinikën e onkologjisë më të përgatitur në aspektin e trajtimit të grave të cilët kanë kancer, por edhe ata burrat të cilët mund të lajmërohen, dhe normalisht me sfida të reja dhe me metoda të reja të mjekimit të këtyre pacientëve. Para ajo që është e mirë këtë vit edhe vitin e kaluar është që ne kemi një ndërgjegjësim më të mirë të qytetarëve të Kosovës dhe smundjet kanceroze në përgjithësi e veçanërisht gjirit diagnostikohen në stad pak më të hershëm, por edhe prognoza dhe trajtimi i smundjes është më i mirë. Nuk flitet shumë, por kanceri i gjirit gjatë gjithë kohës mundet me qenë edhe trashëgues në këtë rast. Mirë po, çfarë sugjeroni për vajzat e reja të cilat nënën e kanë të diagnostifikuar me kancer? Kur duhet i fillojnë kontrollat ato? Atëherë, kanceri i gjirit është e vërtetë që 2-5% vetë ka bazë trashëguese dhe të ato raste kur ka antar të familjes të smur, për shembull nëse është nëna Ktezja Halla, rekomandohet që femrat e reja të bëjnë kontrolla qysh nga mosha 20 vjeçare me një vetë kontroll të gjirit, kurse sipas nevojës edhe kontrolla të detajuara të mjeku një herë në vjet ose një herë në 2 vjet me një ultrazë të thjeshtë. Ndërkaq nga mosha 40 vjeçare bëhen kontrollat e rregullta, siç është mamografia dhe ultrazëri një herë në vit ose një herë në 2 vjet dhe pastaj monitorohet dhe përcjellet. Edhe pse sot, te ato raste kur ka anamnezë pozitive familjare, bëhen disa testime gjenetike, ne i quajmë BRCA screening, dhe mund të parashikojmë se një person i cili ka një antar të familjes të smur, në ndërkohë a ka gjene të smura dhe pritet që ato të aktivizohen gjatë një moshe të caktuar. Po flasim për mamografinë që ku më mirë se sa muaj roz na ndërgjegjëson për me e bë mamografi. Na tregoni pak si duhet të orientohemi në klinikën e onkologjisë për ta bërë mamografinë, edhe kush duhet ta bëj, pra që gjitha gratë që po na përcjellin ta kenë një informacion. Mamografia është një metodë imazherike për diagnostikim të smundjeve të gjirit dhe ajo bëhet në klinikën e radiologjisë dhe në institucione tjera në nivel primar të Kosovës, pra në komuna, dhe në spitale të cilët posëdojnë mamograf dhe kanë radiolog të cilët ato i lexojnë dhe pastaj i interpretojnë. Pra, mamografia është një metodë që bëhet në kabinete, në klinika të radiologjisë dhe bëhet nga mjek specialist radiolog. Por mund ta përdorin si metodë ndihmëse ultrazërin edhe mjek të specialiteteve të tjera, si që në kirurgët torakal, në përgjithësi, apo edhe ndonjë internist, dhe në këtë mënyrë diagnostikimi të bëhet më i shpejtë dhe më mirë. Përndryshe mamografia, pra me mamograf ose me këtë aparaturë, në nivel primar, secila komunë e Kosovës ka mamograf, sidomos edhe spitalet rajonale, edhe qendra klinike universitare dhe bëjnë një numër të konsiderueshëm të pacientëve të cilët ose qytetarëve të cilët kanë nevojë për një ekzaminim të tillë. Jemi në fund pothuajse të bisedës, kisha dashur veç edhe një informacion nga ana juaj. Ju merreni gjatë gjithë kohës pra edhe me Naiko. Ose e kanë dalë dikush me qënë se e kanë telefonu doktorin, besoj, sepse shpesh ndodhë kjo dhe gjatë bisedave kër i kemi në Viber. Si do qoftë, po besoj që edhe doktore ka një punë intenzive, ju vetëm sot në këtë muaj tetor, po marë parasysh që çdo ditë është ngarkuar edhe me pacientë, kemi përsëri, mos t'i marrim edhe shumë kohë. Doktor, në fakt e kishëm vetëm një pyetje të fundit, por na iku interneti, kështu, ju gjatë gjithë kohës i përcjellni rastet me kancer të gjirit tash shumë kohë. Një krahasim ndoshta se sa po rriten rastet edhe sa pritni ndoshta që gjatë këtij viti të ketë ulje ose ngritje të rasteve, të cilat lajmërohen edhe në klinikën tuaj. Edhe një dhënë tjetër e mirë është që këtë vit për 9 muaj kemi identifikuar ose regjistruar në klinikë rreth 300-330 raste me kancer gjirit, që është numër i njëjtë me vitin 2024. Pra,
për momentin nuk kemi ndonjë devim ose rritje nga viti paraprak dhe shpresojmë se deri në fund vitit ky numër të mbetet i njëjtë me vitin 2024 dhe të kemi një stabilitet sa i përket incidencës së tumoreve të gjirit në Kosovë. I gëzohemi këtij fakti që nuk kemi raste të tjera. Faleminderit që ishit sot me ne në këtë mëngjes këto. Ju lutem, mirupafshim.